Kryetari i Komisionit për Punët e Jashtme në Parlamentin Evropian McAllister i dha një mesazh të fortë qeverisë gjatë vizitës së tij në Tiranë. Zyrtari i Bashkimit Evropian theksoi se çështja që përfshin Ballukun është një test kritik për Shqipërinë në luftën e saj ndaj korrupsionit. Në një konferencë për mediat, ai po ashtu deklaroi se Bashkimi Evropian është i shqetësuar sa i përket polarizimit politik në vend, ndërsa ka udhëzuar partitë politike për dialog. Ai është ndalur edhe tek protestat e zhvilluara së fundmi nga opozita, ku tha se protestat e dhunshme nuk kanë vend në një shtet demokratik. Ne vazhdojmë të mbështesim fuqimisht Shqipërinë në rrugëtimin e saj në integrimin evropian, por nuk ka vend për vetkënaqje. Shqipëria duhet të vazhdojë të punojë fort për përmbushjen e detyrimeve dhe për mbylljen e negociatave. Integrimi mbështetet në merita dhe secili vend vlerësohet në bazë të përmbushjes së kritereve. Jemi të shqetësuar për polarizimin politik, mendojmë që duhet të ketë më shumë stabilitet dhe dialog politik. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në një demokraci funksionale. Dëshiroj të ngrej dhe 3 argumente të rëndësishme. Ekziston nevoja për të ruajtur forcën shtytëse në luftën kundër korrupsionit. Shumë është arritur, por ende nuk është në nivelin e kënaqshëm. Raporti Transparency International e ka renditur Shqipërinë 11 vende më pas. Duhet që politikanët u udhëheqin duke dhënë ata vetë shembullin. Dëshirojmë të shohim një reformë reale zgjedhore të bëhet në kohë të mjaftueshme para zgjedhjeve, të jetë gjithëpërfshirëse dhe të zbatojë plotësisht rekomandimet e ODIHR-it, tha McAllister në konferencën që mbajti në Tiranë.